Edhe një herë tjetër për juve që na shihni në Koha Vizion për diçka që absolutisht nuk ka të bëj, as nuk varet nga ne, e kemi një problem me internetin i cili është duke u rregullu në momentin që ne po flasim, për çka ju kërkojmë falje edhe që e keni pa hup një super mundësi për një super ide të cilën kemi me diskutu. Tashmë me ne në studio është Mjedra Bajraktari, njëra prej autoreve të librës Kur yjet zbresin në dhomë. Mjedra është bashkautore e këtij libri me kolegen ton Anila Sulstarovën, të cilën nuk patëm fatin me pas sot në studio me ne. Anila, nëse je tu, kena dëgju të përshëndesim, janë një duar trokitje për Anilën, që ka mundësi me njerë. Të menon tani që kena ardhur. Mjedra, përshëndetje dhe faleminderit shumë që ke gjetë sot kohë me ardhur në paper. Përshëndetje për ju edhe, faleminderit për ftesën. Që ka mundësi veç pak me e afru mikrofonin që me u dëgju ma mirë, se njerëz edhe ashtu kur janë në automjet. E kam koncentrimin të tërkon, me u mundu me ua të rjek vëmendjen. Atëherë, në pika të shkurta para se me vazhdu, Kur yjet zbresin në dhomë, prej titullit deri te ideja, qysh na e kishe shpjegu për neve dhe për dëgjuesit? Ka qenë një rrugë kogja e gjatë, po shumë e bukur, edhe për sfidat që i ka pas. Ka qenë një ide që i kemi ideu bashkë me profesoreshën Anil, që e shfrytëzoj rastin edhe unë me përshëndet personalisht. Edhe inspirimi ka ardhur prej fëmijëve shqipfolës që janë në trajtim nga kanceri në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni, por që nuk e kanë ende një libër që i përfaqëson edhe që ja u reflekton sfidat që i kalojnë edhe fuqinë e madhe të jashtëzakonshme që e bartin brenda vetës, ata dhe prindrit e tyre. Kjo ka ardhur si reflektim i këtyre përvojave, po edhe si një dëshirë jashtëzakonisht e madhe për me fillu së bashku me profesoresha Anilën, me bo diçka si intervenim në komunitet për ngritjen e vedijes për kontekstin e onkologjisë pediatrike, që është ende një fushë kogja e paprekur në Kosovë dhe në krejt vendet shqipfolse, po edhe në vendet perëndimore. Problemet me shëndetësinë i kemi shumë të mëdha, me sistemin e shëndetësisë në përgjithësi na e diskutuam pak edhe më herët. Para se me kalu te pjesët e tjera, po du me u ndal pak te titulli. A ka pas një moment real që ja u ka jep titullin Kur yjet zbresin në dhomë? Qysh kur kunaj momenti që ju keni vendosur që kemi qenë titulli i librit? Kemi vendos në 3 ditë e fundit para se me dorëzu draftin final, edhe ka pas shumë vajtje ardhjet mesazheve mes meje dhe profesoreshës Anil, prej pamundësisë me u taku direkt live, edhe kemi vendosur që ky titull ka me pas prezantimin më të duhur për ata që kemi dasht me reflektu. Kemi pas edhe refuzime të titullit, mirë po ne dyja kemi insistu me një mënyrë shumë intuitive që ky ka mu kanë titulli ma i duhur për këtë seri të prallave, edhe reflekton si veç po ja u jap një përshkrim të shkurtër, pa hyrë detaje, kur një fëmijë është i shtrirë në spital prej një trajtimi nga kanceri ose një diagnoze tjetër jetë kërcënuese, është i shtrirë të marrë terapi edhe ka harru krejt çka është fëminia, i shkëputën prej çdo seni që mundet me karakterizu një fëmijë. Edhe e ka të pamundur me u zgju edhe me pa për dritare qiellin, yjet, edhe çdo send bukur që është jashtë. Edhe na si tritur përmes prallës, ato që ka mision edhe pralla, është mja kthy fëminin, magjin, mitësin, ngjyrat që mundet me i hup, edhe krejt besimin tek vetja dhe yjet që nuk mundet me i pa nga brenda. Absolutisht e jashtëzakonshme dhe si ide dhe si realizim me qaq sa mbrita me e pa. Në përshkrim, thuhet që mbështetet në 3 tregime. A mundesh më na fol më shumë për këto 3 tregime? Qysh e keni vendosur me qenë që ato pas parasysh që me siguri ka tregime të panumërta që ashtu qysh edhe e diskutuam pak më herët. Edhe me na tregu shkurt secili Po patjetër. Pas spoilerat librit. Po patjetër. Po mundona mos me tregu detajshëm, edhe i ftoj krejt për me lexu librin edhe mu njoftu me historinë që ka qenë shumë sfiduese me përzgjedh një prej rreth 500 historive që një personale të fëmijëve që e kanë përfunduar suksesshëm trajtimin edhe familjarëve të tyre. Historitë kanë qenë që kemi realizu intervista të shumta, edhe databaza e këtë gjithë fëmijëve ka qenë është mbledh edhe është zgjedh një mesatare që mundet me qenë ma pasqyrusja për kontekstin kosovar, si prej emrit, si prej moshës që është përzgjedh për krye personazhin, si për shoqën e saj që e takon në repart, edhe figurave të mjekëve, mbizotrimit të gjinisë mashkullore, femërore në libër, janë krejt përzgjedhura për me u përshtat për këtë kontekst kosovar për
cilin është realizu, edhe që e ka mision do me thonë me ndihmu fëmijët që trajtohen suksesshëm pa dalë asnjëherë jashtë vendit. Ka qenë do me thonë është personazhi Ema 7 vjeçe, bashkë me familjarët e saj e hetojnë që ajo po refuzon me shku në shkollë, po refuzon lojën, po ndihet e lodhur edhe po ka simptoma fizike që janë zakonisht për një diagnozë të kancerit, po të shprehura krejt për gjuhën e fëmisë, mos me tingëllu dramatike edhe frikëndjellse. Po ashtu është pjesa e diagnostikimit, njohjes të parë me stafin mjekësor, fillimit kemoterapive të para, rënjes të flokëve. Ema e përballon një herë shtirë, i kemi dhënë hapësirë pikëllimit, frikës, pasigurive që një fëmijë mund të me i pas, edhe kaosit botës brendshme që e karakterizon kur ndeshet në fëmijëri të hershme me një diagnozë kaq të rëndë. Edhe pastaj është mrekullia që ndodh, grimcat sekrete që i merr prej mjekëve, edhe krejt bisedat që mbesin të pafolta mes prindërve dhe fëmijëve, po që diskutohen me një mënyrë shumë delikate dhe të butë mrena prallës. Pastaj është festa e fundit, që organizojmë në jetën reale brenda të repartit të hemato-onkologjisë në QKUK bashkë me stafin mjekësor që e shfrytëzoj rastin me i përshëndet për punën e jashtëzakonshme, edhe bashkë me organizatën Cure to Children ja u festojmë krejt fëmijëve, edhe vetit, krejt trajektorë në zhvillimit një historie personale të një fëmijës që diagnostikohet edhe trajtohet në Kosovë. Na e dim që për njerëzit në përgjithësi, po edhe për fëmijët specifikisht si kategori shumë më e ndjeshme, sidomos kur nuk jenë qatë pikë, ti mendon që dikush që është i smur, edhe sidomos me diagnozë që ka shtronë, na mendojmë që ka nevojë veç për trajtim. Te përmendën një fëmijë që ka i mungon kur është brenda në dhomë i mbyllur. Çka mendon ti që mas shumë ti ju kish ndihmu sot, sidomos fëmijëve që e përmendë edhe ti në trosh që folë se krahas trajtimit, krahas përmirësimit të sistemit shëndetësor në aspektin profesional të trajtimit. Çka ju mungon mas shumë të fëmijëve të cilët janë të izoluar në një dhomë të spitalit, pothuajse sidomos në rastet që shpresat i kanë shumë të vogla. Faleminderit për këtë pyetje, po besoj që është koha e duhur se Kosova tash ka arrit për disa diagnozat kancerit me siguru trajtimin e suksesshëm brenda vendit edhe me i minimizu efektet anësore, si përka funksionaliteti, si përka funksionaliteti i fëmisë në jetëgjatësi. Mirë po ende mungojnë aktivitetet profesionale, psikologjike, intervenimet e duhura sociale në komunitet, po ashtu edhe diçka që e ceka është fëminia e humbur, është një dhomë gri e spitalit, edhe ata shkëputën prej parkut lojrave, ngjyrave, mësimeve, shoqënisë, bashkëmoshatarëve, edhe izolohen me një dhomë për një kohë gjatë me vite. Kështu që çdo sen që kish mujt me ja u kthy fëminin, lojë, ngjyrë, këngë, vallëzim, çdo gjë që mundet me ja u kujtu atyne që ende jeni fëmijë, edhe identiteti juaj nuk është vetëm diagnoza, jeni shumë ma magjik, nuk e keni magjinë edhe shëndrimin e yllit që jeni, veç për shkak të kësaj diagnoze dhe ka shpresë që keni me dalë, po sa je këtu, na kena me ta kap dorën, me ta rikujtu që je ende i vlefshëm, përvoja jote është valide, je i lirë edhe është komplet e normale me u qenë i pikëllum edhe në shumë pasiguri, po një i rritur pa tjetër do të me qenë përpos prindit, një i rritur profesional që ja kap dorën edhe e nxjerr me dalë prej humnerës ku mundet me përfundu një qenje njerëzore përballë një diagnoze jetë kërcënuese. Unë ju kisha bo thirrje krejt profesionistëve të shëndetit mendor edhe aktivistëve për me u mbledh së bashku edhe me ideu sa ma shumë projekte që mundem me ndihmu fëmijë që janë ende në trajtim nga kanceri, po edhe ata që e kanë përfundu, sepse përballen me pasoja të shëndetit mendor të larta, kur për vite kaq shumëta janë hospitalizu përballë një stresit lartë, edhe patjetër që kjo nuk shkon e pahetume për sistemin e atij fëmisë nervor, trupor edhe të funksionalitetit të përgjithshëm. Absolutisht që po dhe pa përgatitja që kemi na edhe si të rritur në aspektin emocional të përballjes me diçka të tillë, absolutisht që me siguri është shumë më e vështirë. Para se me kalu tek pyetjet e tjera, unë ju kisha bo thirrje prindve në përgjithësi me marr librin Kur jetë zbresin dhomë, edhe ilustrimin, edhe historitë i ka shumë përshtatshme edhe për fëmijët, edhe nëse fatmirësisht nuk keni probleme me shëndetin, kish me qenë shumë mirë edhe fëmijët
që nuk janë të prekur nëse që nuk kanë diagnozë të çfarëdo lloji, me pas një ide çush është me qenë fëmijë brenda dhomës të spitalit, nëse kur gjo me ja u kriju një anë tjetër të empatisë që mundet me e ndje për fëmijët. A mendon që e flasim mjaftueshëm, domethënë në krejt instancat e mundshme, domethënë qoftë mediat, qoftë na si individ, si familjar, si të afërm, a mendon që japim za mjaftueshëm kësaj teme? A ndodh se na e diskutojmë shpesh që çudit ma të mëdhaja të na zgjasin 3 ditë, edhe a mendon që kur na kalon që ajo euforia, mërzia, dhimbja që e ndjejmë për dikon, na veç e harrojmë se situata nuk është kauz që ndiqet sistematikisht. Po mendoj që nëse je i vetëdijshëm edhe në kontakt me sfidat reale të një grupi ma vulnerabël, nuk të mjafton vëmendja që i jepet mediatike ose intervenimet institucionale ose aktivitetet ekzistuese në një shtet caktuar, si për shembull ju mundeni me qenë shumë të vetëdijshëm për sfidat e gazetarisë, se jeni vetë me atë profesion, po duke qenë çdo ditë në repart, unë jam shumë e vetëdijshme për vështirësitë që i kalojnë edhe hapësirat për intervenim që janë hala në kërkimësi për mbështetje. Edhe jo definitivisht mendoj që nuk i jepet me vëmendje mjaftueshëm, po edhe mungon një psikoedukim i thellë, formal ose jo formal, çdo që zgjedhim me ofru, mendoj që një psikoedukim i komunitetit duhet me qenë. Për atë arsye edhe shpresoj që botimi ka me shërby si një mjet i informimit për origjinën e kancerit, për sfidat e fëmijëve dhe familjarëve, për krejt vështirësi që i kalojnë, sepse ka prind që vinë me ndjenjë të turpit edhe të fajit, që fëmija është i diagnostikuar. Kjo është një barë që asnjë prind nuk do të me pasë në botë, e lema me një komunitet si të Kosovës, me një kontekst që i mungon një informimi, i mungon edukimi, i mirëfillt për një diagnozë caktume, ose për qysh formohet, qysh zhvillohet, edhe që prindi asnjëherë nuk do të mulan me këto ndjenja që janë veç barë shtesë përpos barrave financiare, sociale, emocionale, të cilat i kalojnë. Kështu që nuk i jepet vëmendje mjaftueshëm. Unë edhe me stafin mjekësor kur bisedoj, i tham që shumë mirë që secili e kemi hapësirën edhe fushën tonë të intervenimit, ata e bojnë punën e vetë të mrekullueshme, edhe nuk i la faj që nuk kanë hapësirë ma shumë i diskutu këto tema të ndihshme në aspektin e psikoedukimit të familjarëve ose të komunitetit, sepse secili duhemi me pas fushën e tonë të veprimit, mirë po me kuptu edhe rëndësinë e njëri tjetrit, edhe me u aktivizu për me shpërnda atë sa dim në fushat tona për cilit jemi formu. E përmende mjedra që prind ndihen turprum për diagnozën edhe ngjashëm. Pse mendon që ndodh kjo? Përveç mungesës të informatave që i kemi edhe që fatkeqësisht nuk është që lexojmë mjaftueshëm, nëse nuk na bën diçka në barën personale, nuk është që lexojmë ose informohemi mjaftueshëm për situata, sidomos kohëve të fundit që e jetojmë një jetë shumë dinamike më të shpejtë, dhe rrjetet sociale na kanë larguar edhe prej librave dhe prej pikave të tjera që janë tepër të dobishme për neve si njerëz. Çka mendon që ndodh që i bën me u ndjej çdo prind, ose çka është ajo stigma që i çon drejt kësaj ndjenje? Është, domethënë ndjenjat e turpit edhe të fajit janë gjithmonë prezente kur prindi përballet me diagnozën e fëmisë edhe shokohet për veten e vet, se domethënë jetu përballë në sekonda, në milisekonda truni jote koncepton që fëmia është në rrezik për vdekje, sepse ashtu është u shpërnda nëpër media, leukemia, çdo kancer pediatrik edhe të tjera, mirë po është një keq informim që i ndodh popullatës, sepse shumë pak e din kur të vinë që ka shërim në Kosovë, edhe ka shumë raste të suksesshme, fëmia jot nuk është as i pari as i vetmi që ashtu i ndodh, edhe kur të ndeshen me rastet e suksesshme të kalume, ata me njëherë qetësohen edhe më kanë thënë shumë prind, unë ku mendu që sigurt ka me vdek se i kum pa veç rastet në televizion. Kjo ndodh për shkak të një keq informimi, ndodh për shkak të mungesës të vetdijes kolektive, ndodh për shkak të mungesës të leximit edhe të edukimit të mirëfillt, qysh e thash, për një fushë caktume, edhe për shkak se kjo epoka e teknologjisë është na bo shumë të prirur me veç me gëlltit informacione pa i përtyp edhe pa u siguru për burimin e informacionit që është marrë. Edhe qysh e thash,
kjo epokë e teknologjisë, sa do e mirë që është bo për me na afru me njerëz që i kemi larg, po është na largu me njerëz që i kemi afër, edhe ka prind që e mbrojnë si kristal fëmin, që është okej se ka shumë rreziqe shëndetësore prej mungesës të imunitetit gjatë trajtimeve e krejt, po kum pa prind që ende nuk e din as lagja që është i diagnostiku me kancer, edhe kur të kthehet në shkollë i detyrojnë me gënjy për çka kanë kalu, pse kanë mungu në shkollë, pse i kanë ra flokët e krejt, kjo është barë për prindin, se do me thonë as prindit nuk pije për të mundësia hapësira për me qeni sinqert me në për çka ka kalu, As me përjetu dhimbjen. as me përjetu dhimbjen, e kur nuk ndodhin që të dy etapat e para, i bjen që prindi s'ka me marrë kur mbështetjen që ka pas nevojë, se është në mohem të vërtetës për të vetën edhe për tjerët. Pastaj është një barë shumë e madhe për fëmin, është një fatkeqësi që i ndodh që diagnostikohet, që ende nuk është zbulu ku është arsyeja e saktë, është një destinim jetësor si ngushëllim që mundë me dhanë, edhe spiritual, një arsye spirituale që mundet mu kanë ngushëlluese për fëmin, mirë po një barë që i pët emocionale për me kalu krejqat luft, pastaj fëmija mu përballë edhe me një luft tjetër sociale, thutje ka zgjedh vetë, familja ose fëmija është një plagë emocionale me cilën rritet, edhe që s'dohet me ndodh. Po janë shumë arsye që kisha mujt me listu, por po ndër të parat janë keq informimi edhe mungesa e vedijes kolektive dhe një iniciative personale që na domi me pas për me konfirmu një lajm kur ta marrim edhe mu informu ma shumë për një lajm cilin jemi interesum ose që ndeshemi me një fenomen caktum qysh është për shembull kanceri pediatrik, pse ndodh, qysh ndodh, kush ka faj, a ka faj dikush. Diçka tjetër se unë nuk është që jam shumë e mirë në fushën e mjekësisë, nuk është fusha jam, po besoj fuqishëm që gjithçka trajtohet ma lehtë kur merret vesh shumë herët, kështu që le të jetë kjo thirrja jonë më shku shumë as sistematikisht me përkrejt kontrollet e mundshme, se si njerëz jemi neglizhent kur jemi mirë, e kjo është nashta prej shprehive ma të dëmshme ndër të tjera që e kemi. Kam edhe dy pyetje para se me vazhdu ti me çka do që duket e arsyeshme që nashta unë edhe e kom harru. Cila është pika, fjalia ma e fuqishme që ta ka thonë një prind që ka pas fëmin, ose një fëmijë që ta ka thonë një fëmijë me diagnozë cilën do kancerin, leukimin ose ngjashëm, edhe për librin a kemi me pas një pjesë dytë, a kemi me pas të rrëfime të më të tjashme, a kemi me lënë me kaq. Me lanë me kaq kurse se jo, se është veç botimi i parë një koleksioni shumë të madh dhe kreativ që e kemi ideu bashkë me Anilën, edhe me nxis po pres me u taku me rrëfime të tjera që kanë me inspiru për shumë ma shumë koleksione tjera. Do me thonë, fjalia ma e fuqishme, shumë pyetje e shtirë se ka shumë fjali edhe veç për me të informu qysh rrjedh është diagnoza, e marrin diagnozën prej zyrës të mjekut edhe dalin në korridor, shokum, edhe ti duhesh me i marrë dhe me i rikthy njetë, se krejt ma kanë raportu, nuk munde me i citu tash bash saktësisht, po krejt prind ndodhen me një bunar që e përshkrujnë, me një bunar jetësor, ka pas edhe mendimeve të vrasëse, cilat jena ndesh, edhe ai bunar është vendi ku një prind përfundon kur fëmia, gjaja më e rëndësishme e tyne në jetë, po përballet me një diagnozë që mundet m'ja u kërcënu jetën. Fjali specifike nuk kisha dasht me cek se më dhimën krejt ato tjera që s'moj me i kujtu për momentin, tani kur dal prej intervistës. Mirë po, fëmit ma shumë bojnë pyetje, që janë tepër sfiduse, edhe që shpresoj që kam e ndihmu ta shetutje libri për mju përgjigj, se gjithmonë është një sekond që jenë më dyshjet që kam i thonë, qysh me i thonë mju përshtat me grup motion, tash e kemi me ideu me Anilën një libër që mundemi mi u referu për moshat 19 vjeqe, qysh mi u qas kur bojmë pyetje sfiduse, edhe që as vetë ti nashta nuk i përgjigje, po që do të mja u dha narracionin ma të shëndetshëm edhe pozitiv që ata me bart me vete, edhe gjatë trajtimit edhe gjatë rritjes personale. Një prind më ka thënë, për shembull, jam me një bunar që nuk ka me dal kur, një prind në promovim të librit ma boni që e kemi taku në vitin 2009, ki kthy me një dhomë që asnjëherë s'kum dal prej saj. Tash jemi tu kthy te plaga emocionale që mbete pa trajtume, që do me thonë është ke në promovim të librit edhe thash, I'm so sorry që njëherë që shto hala edhe merdh shumë keq
e përqafa se është një mitësi tepër e shajt që krijohet me prind që ta hapin zemrën tavolinë në qato vite që janë mas keq t'in botë për perspektivën e tyne. Edhe do me thonë është që kjo ka shumë e fuqishme që e kam prej promovimit në kokë, s'kum dal kur prej qasaj dhomë edhe m'ki kthy në qatë dhomë, po shqyqër që i ke boqët botim që minimu fëmive dhe prindërve, se shumë herë ju në gjetë, do me thonë pa përgjigje për balë fëmive. Po besoj që si përvoj edhe si punë sa e shajnë din me qenë tepër e vështirë, kështu që para se me u përshëndet, cila është një thirrje, një mesazh, në diçka që ti kishe thonë për dëgjues ose eventualisht diçka që ti do të doje me jap zë që mos më ka shku në mendje me të pyet. Faleminderit fillimisht juve, bënët një bashkëbizedim tepër të sinqert edhe të hapur, e vlerësoj shumë. Faleminderit për hapësirën që ja keni dediku botimit. Kisha dasht me falenderu pa tjetër me shprehni mirënjohje shumë thellë për shtëpinë botuese Dugagjinit që e kanë përkrah idenë, e kanë mbështet kauzën edhe kanë qenë jashtëzakonisht profesionist në mbështetjen e çdo etape të ilustrimeve, të redaktimit, të botimit edhe të promovimit. Është një platformë tepër e madhe, prestigjioze që ka meritu Kosova me pas si shtëpi e kësaj prale. Kisha dasht me falenderu çdo prind edhe fëmijë që më ka frymëzu për këto pralla edhe krejt tjera të mvijem. Besimi që ma ofrojnë është diçka shumë e shaj që e kam me vete gjithmonë. Kisha dasht me falenderu stafin mjekësor për punën e mrekullueshme, organizatën Cure to Children edhe mamin Leonora Beraktarin për punën që e bën prej vitit 2008 me këta fëmijë, që është shoqja e ngushtë edhe avokatja ma e mirë që mundën me pas prindrit edhe fëmijë të diagnostikuar me kancer në Kosovë, në QKK. Kisha dash me falenderu familjen që më kam mbështet, Artin, Arjen, vajzën që më frymëzojnë për krijimtarinë time dhe krejt dimenzionet e mia në fushat që du me i zhvillu. Për fund kisha dash me falenderu shumë profesoreshën Anil, ajo që më ka prezantu me fuqinë e terapisë të artit tek fëmijët me biblioterapinë edhe parimet e psikologjisë klinike. Edhe ajo që ma ka mbështet edhe e ka shkri krejt profesionalitetin e vetë në draftin e parë që ja kum dërgu për me rishiku këtë prallë. Është magjike në perspektivën tem çka ka ndodhë edhe ky botim, edhe shpresoj që kanë me përfitu sa ma shumë fëmijë edhe prind prej këtij botimi, edhe që kanë me pasi komunikimi edhe ata dy mes vete me një dhomë ku izolohen, mi dhanë shpjegim për jetimeve me normalizu eksperiencën edhe me pa një dritë në fund tunelit. Për fund kisha dasht me i bo thirrje krejt shqipfolësve për një informim më të sakt edhe më të mirëfillt për kancerin pediatrik edhe për mbështetje më të lartë komunitare edhe një vedije më të zgjuar sociale për këtë kauzë. Botimi është në shitje në krejt pikat e Dugagjinit edhe është tash në dispozicion panajirin e librit që është dhe i me 21 qershor edhe i ftoj kushdo që është interesu mu njoft me personazhin që është përfaqësimi krejt fëmijëve me kancer në Kosovë për me njoftu edhe ose me fëmijë ose vetë, se është shumë i përshtatshëm edhe për grup moshat e vogla, ilustrimet edhe gjuha që është përdor për me zhvillu empatin, mirëkuptimin edhe pse jo iniciativa të reja për me ndihmu fëmijët me kancer në Kosovë. Si për fund, krejt falenderit kushdo që ka marrë pjesë në promovim, i vlerësoj shumë prezencën edhe krejt reviews që i ku marrë ose përgjigjet prej tyne që i ku marrë gjatë asaj nate dhe që po vazhdojnë me ardhë. Midrana, falenderojmë shumë edhe për kauzën, edhe për idenë. Shpresojmë shumë që keni me vazhdu me qenë zëri atyre që edhe nuk kanë zë mjaftueshëm, edhe që nashta nuk dini, nuk kanë informata mjaftueshëm. Ju presim, shpresojmë shumë që në serin tjetër keni me qenë në studio bashkë me Anilën, sa që ka diçka të ngjashme na jemi këto. Faleminderit shumë për kohën sot. Faleminderit juve shumë. Me ne ka qenë në studio bashkë autorja e librit Kur yjet zbresin në dhomë, por këtë që keni pyetje mundeni me ja drejtu direkt mjedres kudo në rrjetet sociale, ose me çfarë sa mundemi me ju ndihmu na për librin ose për çka do që mundeni me pas. Amy Winehouse ka thënë Back to Black e na kthehemi krejt në fund për këtë të enjte.